Del dikush edhe thot, mirë që bën diçka, Allahu na ruaj. Mirë që bën diçka, po dhe I bëhet sprove të tjera. Unë thot e bona thot. Pislikun thot, bleva makinën, bleva shtëpinë, bleva këtë, bleva atë. Unë thot, bona, unë me jemen ashtu, po unë shkoj bëj qef, bëj kështu, subhanallahu, të shkatru familjet e veta dhe dun me shkatru dhe familjet e tjerëve, Allahu na ruaj. Allahu na ruaj. Nuk është kjo për të mburr. Për të mburr është ai I cili ecën me ndeshmëri, është ai I cili ka frikë Zotin, ai I cili është I dobishëm për vete, për familje, për kombin e tij, për njerëzit që ka dhe për çka, ai I cili është korrekt në biznes ose në punë me tjerët, ai I cili mundohet nxjerrë nga goja vetëm fjalën e mirë, mos shaj, mos ofendoj, ai I cili fiton zemrat e tjerëve, ai I cili mundohet rezatoj mirësi, shembullin e të mirës, ai I cili respekton të vjetrin edhe mëshiron më të voglin, ai I cili edhe pse ka dorë me bo keq, nuk bo keq, nuk ta kthet keqen me të keqe, po me të mirë, ai I cili pra lutet Allahu xhaleshanu për udhëzim, për vete, për të afërmit, për shokun, për vllajin, për motrën, për të gjithë, dhe mundohet pra që të jetë njeri ashtu siç e don Allahu xhaleshanu. Ky është për të mburr vallahi.